Jam në qendër të Nikosias, kryeqytetit të Kipros, njërit prej shteteve të ndarë, shtet antar i Bashkimit Evropian, po të ndarë në dysh, në Kipro, pra antar i Bashkimit Evropian, dhe Republikën e Kipros Veriut, që është një shtet i mbështetur kryesisht në po e quaj në popullatën turke të Kipros, që për vitit 74 vendosi të jetojmë vete mbas një tentative të një grushti shteti që donte ta bënte Kipron pjesë të Greqisë. Kjo është qendra e qytetit, shiheni, por pjesa më interesante me të cilën do doja t'ju tregoja sot është fakti se Kipro u bë shumë e famshme. Kjo është një nga godinat e muzeut të Kipros, një godinë shumë e bukur në fakt. Këto janë ndërtimet e reja që së fundmi Kipro ka sjell një lloj ndryshimi. Por historia që unë do doja t'u tregoja është një histori tjetër. Është historia e krizës së thellë bankare të viteve 2012-2013 në Kipro, një krizë e cila çoi në humbjen e parave, miliona eurove të njerëzve të politikës nga gjithë bota, kryesisht nga Europa lindore. Madje thuhet që midis tyre dhe shumë shqiptar, shumë njerëzve të krimit, shumë njerëzve të mafias dhe shumë personazheve të tjerë, cilët kurrë nuk u mësuan se ishin, por që gropa e bërë Kipro duket se preku një pjesë shumë të madhe të njerëzve influent, thash kryesisht në Europën lindore. Jam në qendër, po ju tregoj tani edhe pjesën, jam në qendër të Nikosias, ky është parku kryesor poshtë, ka një lloj tentative për ta rregulluar, shif edhe pjesën tjetër. Pra kjo është pjesa e Nikosias. Po si ndodhi kriza bankare dhe cili ishte thelbi i saj? Historia është shumë interesante, sepse në fillim të viteve, në fund të viteve 90, fillim të viteve 2000, po kthehem tani që të kem ndryshimin mirë, bankat zvicerane filluan të kishin të shuheshin në botë për faktin që ishin lehtësisht të aksesueshme, nuk kërkonin shumë të dhëna për paratë që depozitoje, mund të shkoje me shuma të mëdha në kesh të depozitoje ato, mund të futej, pra mund të kishe mundësinë të investoje, madje deri në atë pikë sa pa qenë vetë, pra identiteti mbetej i panjohur vetëm për zyrtarët e bankës, cilët garantonin që emrat, të ardhurat dhe gjithçka e tyre nuk do të bëhej kurrë publike. Në këtë kohë dhe duke rritur interesat, bankat kipriote arritën të marrin shuma të jashtëzakonshme depozitimesh, të cilat në pjesën dërmuese të tyre, të paktën nga sa thuaj nga Bashkimi Evropian, ishin para që vinin nga rusët. Rusët filluan të depozitojnë shuma të tilla, të cilat ngjallën menjëherë alarmin e Bashkimit Evropian, i cili pretendonte se bankat kipriote kishin mbledhur para tej mundësive tyre të investimit, tej mundësive tyre për të dhënë interesa dhe tej mundësive ekonomike financiare të vendit. Alarmi u ngrit disa herë, por bankat kipriote pretendonin që i kishin vendosur investimet e tyre të sigurta tashmë, ose thuajse të sigurta në ekonominë dhe industrinë greke, kryesisht në zonën e turizmit në Greqi. Por në vitin 2008, me fillimin e krizave, pra ata pretendonin që kishin blerë dhe obligacione shtetërore greke, por në fillim të viteve 2008, sidomos, me krizën e madhe greke dhe me pamundësinë e shtetit grek për të paguar borxhet e tij dhe me marrëveshjet e shumta të Greqisë me Bashkimin Evropian, Kipro u gjend në një vështirësi. Bankat greke nuk arritën të rikuperojnë më paratë e tyre të investuara, sistemi kryesor bankar grek kipriot ra në krizë dhe u kërkua që të gjendej një zgjidhje për të rikuperuar të ardhurat e personave që i kishin depozituar në bankat kipriote. Shumë prej tyre, pjesa më e madhe e njerëzve që kishin investuar, pretendohet se ishin njerëz që vinin nga bota e biznesit, paratë kryesisht të korrupsionit ose nga bota e krimit. Ishte pikërisht kjo gjë, pra këto para të po e quaj që shpeshherë ishin të padeklaruara që hapën një debat shumë madh në Bashkimin Evropian. Çfarë do të ndodhte me këto para? Natyrisht që bankat kipriote kërkonin truanin anonimatin e klientëve të tyre, por nga ana tjetër u ndjen të kërcënuara sepse kursimet që ishin depozituar në këto banka filluan të nuk rikuperoheshin, nuk ktheheshin dot më mbrapsht. E gjendur në një moment të jetë të vështirë, pra absolutisht ndër më të vështirët e historisë saj ekonomike, Kipro i bëri thirrje Bashkimit Evropian që t'i garantonte depozitat
e klientëve të bankave kryesore, kryesisht atyre Qipriot. Në atë kohë, Bashkimi Evropian, i cili ishte ndjenit parave të pista që qarkullonin në bankat Qipriote dhe lehtësisë me cilën sistemi bankar Qipriot paranonte parat dhe investimet, mori një vendim shumë interesant. Tani para se të them vendimin, shihni se sa e bukur është kjo pjesë e Qipros, do të thënë e Nikosias, që vjen nga muret e vjetra, pra ka gjithë pjesën e mureve të vjetra dhe vijon më tutje deri në pjesën ku ndahet, prap thash, Greqia pra pjesa greke me pjesën turke. Pra, në këtë kohë, Bashkimi Evropian, i cili ishte ndjeni të problematikës që kishin parat e investuara në bankat e Qipros, i kërkoi Qipros që të vendoste një limit. Pra, Qipro do të garantonte vetëm një shumë prej afro 100.000 eurosh për çdo klient që kishte depozituar në bankat Qipriote, por as një cent më shumë. Që do thotë, dhe ata që kishin investuar 1 milion, 2 milion, 3 milion, do t'i humnin parat e tyre dhe do t'ju mbuloj vetëm një shumë prej 100.000 eurosh. Ky lajm ishte shokues sepse një pjesë e madhe, thash, të njerëzve pretendohet që dhe njerëz të rëndësishëm politikës shqiptare kishin investuar parat e tyre në Zvicër. Njerëz që vinin nga administrata ose që kishin parat korrupsionit. Kjo mbeti gjithsesi mister, asnjëherë nuk u mor vesh, po qarkullonte lirshëm një lajm sipas cilit, ose një njoftim sipas cilit, edhe politikanë të rëndësishëm nga Shqipëria dhe nga Ballkani kishin depozituar para në Qipro duke shfrytzuar lehtësinë me të cilën këto banka i pranonin parat. Por, thash, në vitin 2012-2013, mbas negociatave të gjata, Qipro dhe Bashkimi Evropian vendosin që bankat të mbeteshin të hapura duke depozituar as më shumë, pra duke mbrojtur as më shumë dhe as më pak, 100.000 euro për çdo klient. Kështu që shumë prej parave të Europës lindore, atyre ruse tjera që kishin mbritur në bankat Qipriote, humbën dhe nuk u kthyen më kurrë. Ishte kriza më e madhe po e quaj bankare në atë kohë në Europë, natyrisht më e vogël, shumë për masë shumë të vogël se ajo që goditi Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ishte rrjedhoj e drejt për drejt e tyre. Që atëherë pretendimi që ngjesh pra një siguri në bankat, ai miti ra dhe sot askush nuk investon më në sistemin bankar. Ishte kriza më e madhe ku askush nuk di të thotë se sa ishte, me përjashtim të bankave vetë që nuk e bën kurrë publike dhe ekspertë të Bashkimit Evropian, se sa ishte humbja dhe me të gjitha kush ishte në listën e të humburve, listën atyre që humbën miliona dollar të investuara në Zvicër me lehtësinë më të madhe. Nga Nikosia, Qipro.